elementi si themi nacionalist mund të ndikohet për shembull nga ngjarja në Kosovë, nga ngjarja në Bosnjë ose nga ngjarje të sigurisë që lidhen përreth Serbisë nga faktorë të jashtëm, domethënë mund të ndikohen që të zbehet fuqia e këtyre demonstratave. Por që të kthehet Kosova edhe një herë në marrëveshjen e Washingtonit, kjo momentalisht është e pamundur. E qartë, mirë zoti Bleka, sa i përket narrativës së presidentit serb Aleksandar Vučić për bombardimet e NATO-s, a mund të jetë kjo pra një përpjekje për të justifikuar edhe agresionin rus në Ukrainë? Me fillimet e luftës në Ukrainë, sepse gjithmonë sa herë paraqiten kriza të mëdha, për të kë paraqiten edhe shanse të mëdha. Në fakt, në tragjedinë e popullit ose të shtetit të Ukrainës është një shans shumë interesante për Kosovën, sepse edhe e thot vazhdimisht ministri i jashtëm i Rusisë Lavrov që modeli i kësaj është Kosova. Prandaj Serbia ndjehet shumë e kërcënuar e rrezikuar, sepse në një tryezë ku diskutohet në nivelin e Rusisë dhe SBA-ve, domethënë rusët mund të kërkojnë njohje ndërkombëtare të pushtimit të Krimes ose bashkimit të Krimes me Rusinë, po ashtu edhe 4 regjione të cilat tashmë i ka të pushtuara dhe do ta përdor Kosovën si model, pavarësisht se në deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe në të gjithë atë që është shprehur në kohën kur është shpallur pavarësia e Kosovës, është potencuar që Kosova nuk do të jetë precedent për asnjë ngjarje tjetër në botë, por këtë mund ta shfrytëzoj shumë lehtë momentalisht Rusia. Prandaj shansi i Kosovës në këtë luftë e cila po zhvillohet ose që po përfundon realisht, mund të jetë një heqje e vetos ruse për njohjen ndaj Kosovës dhe këtu zbehet jashtëzakonisht shumë fuqia e Serbisë, domethënë për të vazhduar luftën e saj kundër pavarësisë së Kosovës. Për këtë arsye, domethënë serbët dhe presidenti Vučić janë jashtëzakonisht të kërcënuar ose i friksohen një zhvillimi të tillë. E ka thënë disa herë ministri i jashtëm Lavrov, madje edhe me rastin e fillimit të bisedimeve në Arabinë Saudite, e potencoi pati një shkrim zoti Lavrov në të cilin e përmendi Kosovën domethënë si model të një zgjidhje e cila mund të vijë edhe për 4 rajone të cilat tashmë janë të pushtuara. E qartë, mirë zoti Bleka, për të kaluar në pjesën e dytë, ndërkaq presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka treguar se është treguar pak i nxituar kur ai vazhdimisht prapohoi gjatë fushatës se lufta midis Rusisë edhe Ukrainës mund të përfundonte brenda 24 orëve. Pyetja ime është nëse a ishte premtimi i Donald Trump pra për ta zgjedhur luftën në 24 orë një strategji, po them, politike apo një premtim i pamundur që ai bëri? Njerëzit në kohë luftash shikojnë domethënë që gjithçka të ndodh për lufta të mbyllet dhe janë shumë lehtë të ndikueshëm nga premtimet e tilla të cilat mund të bëhen. Nëse ju kujtohet, ne e kemi kundërshtuar vazhdimisht, domethënë si të pamundur këtë gjë, sepse pavarësisht se është presidenti i SBA-ve dhe ka ardhur në fuqi domethënë për të udhëhequr një shtet siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prap nuk është gjithmonë nuk e ka fuqinë për të realizuar domethënë mendime ose vizione të cilat ati i vinë aty për aty. E kemi thënë që e ka të pamundur që për një kohë të shkurtë ta ndalojë luftën, po ashtu nuk e ka fuqinë për ta bërë këtë gjë, sepse ai po në Ukrainë po përballet domethënë me Rusinë, e cila ka dëshmuar historikisht, domethënë që nga vitet 1800 ka dëshmuar që është zonja të sulmojë secilin shtet dhe të imponohet në rrjedhat globale, domethënë me fuqinë e saj luftarake. Mos i harrojmë domethënë që me ardhen e Putinit e kemi luftën e Gjeorgji, kemi 2 lufta të përgjakshme me Çeçeninë, pastaj e kemi domethënë okupimin e Ukrainës ose bashkimin e Ukrainës me Rusinë, tani edhe sulmi ndaj Ukrainës është Krimes, më falni. Tani e ka edhe të Ukrainës, domethënë ai është një fuqi jashtëzakonisht e madhe e cila duhet respektuar në fund të fundit. Por
në ngjarje edhe që vjen nga SBA-ja është që nuk është presidenti ai që i harton të gjitha politikat e drejtimit. Një pushtet shumë të madh në SBA e kanë, si themi, e ka industria e luftës, industria e armatimit. Ata në momente sikur kjo, domethënë zhvillimi i tyre, biznesi i tyre vetëm rritet sepse kërkesa për armë rritet jashtëzakonisht shumë në momentet kur ka luftra, prandaj jo gjithçka është në dorën e presidentit amerikan për ta ndaluar. Domethënë ne kemi thënë që nuk mund ta ndaloj këtë gjë për një periudhë të shkurtër për shkak të këtyre premisave të cilat nuk janë në dorën e tij. Ndërkaq, zoti Blakaj, nëse Ukraina e ka planuar për propozimin për pushim, çfarë pengesash mbeten nga ana e Rusisë? Sot ka pasur disa njoftime që të cilët disa analistë amerikanë kanë thënë që këto që tani synon, domethënë Ukraina Rusia me marrëveshjen e paqes nuk janë vetëm 4 rajonet, domethënë vetëm bashkimi i 4 rajoneve me Rusinë, por është kërkesa kapitale, domethënë që të ndrohet pushteti në Ukrainë dhe të mbetet Ukraina, domethënë pa u antarësuar në NATO, dhe po ashtu domethënë të caktohet një periudhë të paktën prej 30 vitesh ku ajo domethënë nuk do të synojë domethënë të shkojë në drejtim të NATO-s. Në terma ushtarak, domethënë në termat e strategjisë ushtarake, kjo shihet është një kapitullim i plot i Ukrainës. Pra Rusia kërkon një kapitullim të plot të Ukrainës duke vendosur këto kushte. E qartë, mirë, zoti Blakaj, për ta mbyllur sepse jemi në fund, ndërkaq nëse Donald Trump zbut qasjen ndaj Rusisë, si pritet të reagojnë pra aleatët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian? Aleatët e NATO-s janë në një alarm të asaj që në gjuhën gjermane quhet alarmstufe rot. Domethënë është ndezur drita e kuqe e alarmit. Nëse ju kujtohet, SBA-ja gjithmonë ka bërë thirrje që partnerët e NATO-s të paguajnë 2% të bruto produktit vendor, mirë po ka hasur gjithmonë në rezistencë jashtëzakonisht të madhe nga aleatët përveç shtetit të Turqisë